Mirë se vini në kanalin ton. Shpesh ndihemi të bllokuar në një rreth të egër shqetësimesh, duke pritur që bota e jashtme të ndryshojë, që problemet tona të zgjidhen vetë, në mënyrë që më në fund të ndjejmë paqe. Çka nëse t'ju thosha se rendi i gjërave është krejtësisht i kundërt? Sot do të eksplorojmë një të vërtet të thellë, të frymëzuar nga mësimet e Neville Goddard. Ai na mësoi se vetdia jonë është realiteti vetëm, dhe se çelësi për të transformuar jetën nuk është lufta me rrethanat, por ndryshimi i gjendjes sonë të brendshme. Objektivi i kësaj video është të mësojmë si të kalojmë nga të menduarit për një problem te të menduarit nga zgjidhja e atij problemi. Të mësojmë se si të jetojmë nga fundi, duke supozuar se dëshira juaj është tashmë një fakt i kryer. Mbylli sytë, merr frymë thellë dhe dëgjo me zemër, sepse ky nuk është thjesht një mesazh. Është fillimi i lirisë tënde mendore. Ekziston një lloj i veçantë i raskapitjes që nuk vjen nga ngritja e peshave, vrapimi apo puna fizike. Është lodhja që vjen nga të ndjenjurit plotësisht pa lëvizur, ndërkohë që mendja juaj vrapon në një maraton. Është lodhja që bie në kockat tuaja në fund të një dite ku nuk e arritur asgjë konkrete. E megjithatë, ti ndihesh sikur ke luftuar në ndonjë betejë për 8 orë rresht. Kjo është lodhja e atij që mendon tepër. Është raskapitja e njeriut që beson se nëse mund ta rrotulloj problemin mjaftueshëm herë në kokën e tij, nëse mund ta analizoj atë nga çdo kënd i mundshëm, ai do të arrijë përfundimisht te zgjidhja që i ka shpëtuar deri tani. Për të kuptuar pse ndodh kjo, duhet të shohim se si funksionon ndërgjegja apo vetëdijshmëria njerëzore. Na kanë mësuar se mendimi vjen para veprës. Ne besojmë se mendimi është një mjet që përdorim për të lundruar nëpër botë. Por çka nëse mendimi është me të vërtetë një formë banimi? Dhe çka nëse mendimet që të pushtojnë vazhdimisht nuk janë thjesht koncepte abstrakte, por janë në fakt koordinatat e adresës suaj psikologjike. Le të shohim mekaniken e kësaj nga perspektiva neuroshkencore. Truri i njeriut ka një tipar të njohur si sistemi aktivizues retikular, apo RAS. Detyra e tij është të filtroj miliona informacione që godasin shqisat tuaja çdo sekond, dhe t'i prezantojnë vetëdijshmërisë tënde vetëm atë që konsideron relevante ose të rëndësishme, bazuar në mendimet dhe besimet tuaja dominuese. Nëse mendimi yt dominues është jam në rrezik ose ky problem është i pakapërcyeshëm, ky sistem do të skanoj mjedisin për prova që mbështesin atë tezë. Ai do të nxjerrë në pa çdo rrezik potencial, çdo arsye për të ndier në ankth dhe çdo konfirmim që ti je i bllokuar. Ti po programon trurin tënd të shohësh problemin gjithkohë. Ti nuk po e zgjidh problemin. Ti po stërvit perceptimin tënd që të konsumohet prej tij.
Mendo për ndjesinë fizike të mendimit të tepërt. Zakonisht përfshin ballën e rrudhur, frymëmarrje të cekët dhe të shpejtë, dhe një trup që është i tensionuar, sikur përgatitet për t'u goditur. Fiziologjikisht, ti je në gjendjen e quajtur lufto ose ik. Trupi juaj nuk e njeh dallimin midis një tigri të vërtet në dhomë dhe një krizë imagjinare financiare në kokën tënde. Shkarkimi kimik është i njëjtë. Kortizoli vërshon në sistemin tuaj. Presioni i gjakut rritet. Sistemi juaj tretës ndalon. Ti po helmon veten me një mendim. E megjithatë, ne jemi socializuar të besojmë se ky proces tregon përgjegjësi. Na kanë mësuar se nëse nuk jemi duke u shqetësuar për një problem, po tregohemi negligjent. Ne ngatrojmë ankthin me vëmendjen. Ngatrojmë vuajtjen mendore me kujdesin e duhur. Por, çka nëse gjëja më e përgjithshme që mund të bësh për një problem është të ndalosh së menduari nga perspektiva e problemit. Kur mendon për diçka, ti e shikon atë nga distanca. Ti qëndron në baltë duke parë tokën e thatë dhe duke thënë, sikur të isha atje. Ti je i vetëdijshëm për dëshirën, por qendra juaj e gravitetit ndodhet ende te mungesa. Mendon për pasurinë, por ndihesh i varfër. Mendon për paqen, por ndihesh në ankth. Mendon për dashurinë, por ndihesh i vetmuar. Në këtë gjendje, objekti i dëshirës tënde mbetet i jashtëm. Është atje, jashtë. Trupi yt punon për të mbajtur të sigurt në baltën ku qëndroni aktualisht. Ai vëren të gjitha arsyet pse nuk mund të shkosh në tokën e thatë. Të mendosh për një zgjidhje ndërsa ndjen problemin është një recetë për disonancë kognitive që zakonisht përfundon me fitoren e problemit. Sepse problemi ndihet më i vërtet. Ai ka të dhëna shqisore të lidhura me të. Ka histori, ka pesh. Zgjidhja është thjesht një fantazm. Më lini të jap një shembull konkret. Njeriu A e kalon javën para fjalimit duke menduar për mbajtjen e një prezantimi të mirë. Ai ose ajo imagjinon turmen duke duar trokitur. Por nën atë imagjinat fshihet një stomak i trazuar. Ai ose ajo mendon, shpresoj të mos dështoj. Monologu i tyre i brendshëm ndodhet te frika. Ata po mendojnë për suksesin, por nga pozita e dështimit. Njeriu B praktikon të menduarit nga pozita e japjes së fjalimit. Ata ulen qetësisht dhe nuk thjesht imagjinojnë duar trokitjet. Ata krijojnë ndjenjen e lehtësimit që vjen pasi fjalimi ka mbaruar. Ata ndjejnë ndjesinë fizike të lirimit të kravatës, uljes dhe dijenisë që gjithçka shkoi mirë. Ata zën hapësirën emocionale të asaj që vjen pas kryerjes së aktit. Në ditën e fjalimit, njeriu A ngjithet në skenë me një sistem nervor që ka imagjinuar dështimin për një javë. Trupi i tyre është i përgatitur për një kërcënim. Zëri u dridhet. Mendja u boshatiset.
Njeriu bën ngjitet në skenë me një trup që ka ndier tashmë suksesin. Ai ose ajo është më e qetë, më prezent. Nuk përpiqet të arrijë një rezultat. Ai ose ajo vepron nga një vend ku rezultati është tashmë i internalizuar. Audienca nuk i përgjigjet fjalëve, ata i përgjigjen energjisë. Njeriu bëri një luftë në kokën e tij për 7 ditë. Ai mbërriti në fushë betejë i mposhtur paraprakisht. Njeriu nuk luftoi. Ai ju dorëzua ndjenjes së dëshirës së përmbushur. Refuzoi të jetonte në problem. Tani, le të adresojmë kundërshtimin që me siguri po të lind në mendje. Ti mund të mendosh, por unë kam probleme reale, të vërteta. Kam fatura për të paguar. Kam një marrëdhënie të vështirë. Apo më thua ti injoroj këto gjëra. Kjo është një pyetje me vend. Të mendosh nga zgjidhja e problemit nuk është injorim i problemit. Nuk është pozitivitet toksik. Nuk është injorim i fakteve të realitetit tënd aktual. Është të zgjedhësh ku ta vendosni vëmendjen tënde dominuese. Realiteti aktual ekziston. Faturat janë aty, konflikti mund të jetë aty. Por ti nuk mund të ndreqësh realitetin aktual duke jetuar brenda tij. Nëse po mbyteni, të mendosh për ujin nuk të shpëton. Të shkosh drejt bregut, po. Problemi është uji. Zgjidhja është bregu. Të mendosh nga bregu do të thotë që ta pranosh se uji është aty. Ta zhvendosësh fokusin të ndjesia e tokës së fortë. Kur je në një gjendje të mendimit të tepërt, ti po përpiqesh ta shtysh ujin larg. Po lufton mentalisht me valet. Po analizon temperaturën dhe thellësinë e ujit. Dhe gjatë gjithë kohës po mbyteni. Energjia që shpenzohet për të luftuar ujin është energjia që duhet për të notuar. Energjia që shpenzohet për të fiksuar pas një problemi është energjia që të duhet për të ndjerë rrugën drejt zgjidhjes. Ky cikël shpesh udhëhiqet nga një përfitim i fshehur psikologjik. Është e pakëndshme ta pranojmë, por ndonjëherë ne mendojmë tepër sepse kjo na jep iluzionin e kontrollit. Nëse po mendojmë për problemin, ne ndihemi sikur po bëjmë diçka për të. Shqetësimi duket si punë, ankthi duket si përgatitje, por është një verzion i falsifikuar i të dyjave. Puna e vërtetë është veprimi. Përgatitja e vërtetë është rreshtimi i brendshëm. Shqetësimi është thjesht mendja që rrotullon rrotat e saj, duke u zhytur më thellë në baltë. Për të dalë nga kjo, duhet të njohësh se mendja jote është një shërbëtore, jo i zoti i shtëpisë. Ti e ke lënë atë të drejtoj shfaqjen. E ke lënë të të tërheqë zvarr në të ardhmen. Për të bërë betejë që mund të mos vijnë kurrë. Duhet të rimerrni kontrollin. Dhe mënyra se si e bën këtë është duke u bërë mizërisht i vetëdijshëm se ku po jeton psikologjikisht në çdo moment të ditës. Pyetni veten gjatë ditës, ku jem tani? Jo fizikisht, por me mendje.
A jem në mbledhjen që ndodhi dje, duke vrarë mendjen se çfarë thash gabim. A jem në bisedën e javës së ardhshme, duke krijuar skenaren e përgjigjeve negative të tyre. A jem në frikën financiare të muajit të ardhshëm. Nëse përgjigjja është po, ti po lufton një luftë që nuk ekziston. Po digjni energji që mund të përdoret për të krijuar një realitet tjetër. Disiplina e të menduarit nga zgjidhja e problemit është praktika e sjelljes së vetes, në mënyrë të butë dhe të vazhdueshme. Tek momenti aktual dhe mbushja e atij momenti aktual me ndjenjen e dëshirës së përmbushur. Nuk bëhet fjalë për të detyruar mendime pozitive, bëhet fjalë për të bërë pyetje më të mira. Në vend se të pyesësh si të dal nga kjo rrëmuj, pyesni si do të ndihesha po të isha jashtë kësaj rrëmuje. Ndjeje këta. Merr frymë me këtë ndjenjë. Lëre trupin tuaj të përjetoj lehtësimin. Tani, ka një arsye pse njerëzit që janë të pashpresë shpesh i largojnë pikërisht gjërat që i dëshirojnë. Mos shpresa është një frekuencë e mungesës. Është një sinjal që thotë, unë nuk e kam këtë dhe kam frikë se nuk do ta kem kurrë. Rjeti juaj neurologjik i përgjigjet sinjalit dominues. Nëse sinjali yt dominues është mungesa, ti do të kesh më shumë ndodhi që e përforcojnë atë mungesë. Nëse sinjali yt dominues është ndjenja e zgjidhjes, ti hap një kanal që zgjidhja t'ju gjej juve. Mendo për një kohë kur ke humbur diçka të rëndësishme. Çelsat, telefonin, ndoshta ke përjetuar panikun e të menduarit, o Zot, e humba. E ktheve shtëpinë përmbys me furi dhe shpesh sendi mbetej i fshehur. Por në momentin që ndalove, morë frymë dhe mendove, do të gjendet. Në momentin që lëshove shtrëngimin vdekjeprues ndaj problemit, sendi u shfaq mu para syve të tu. Ky është një shembull i vogël i një parimi universal. Përpjekja e bllokoi zgjidhjen. Lufta e pengoi gjetjen. Jeta jote nuk ndryshon nga kjo. Problemet të mëdha me të cilat po përballesh, stagnimi në karrierë, vetmia emocionale, presioni financiar, po mbahen në vend nga lufta jote mendore kundër tyre. Ti po i mban ato me energjinë e vëmendjes suaj. Ti po e ushqen problemin duke menduar për të. E vetmja mënyrë për ta lënë të vdes një problem është të tërheqësh vëmendjen prej tij dhe ta ridrejtosh atë te ndjenja e zgjidhjes. Kjo nuk do të thotë që ti nuk do të ndërmerr veprime. Në fakt, veprimi që ndërmerr nga vendi i ndjenjes së zgjidhjes do të jetë infinitivisht më efektiv se sa veprimi që ndërmerr nga një gjendje frike. Kur vepron nga frika, vepron në mënyrë të rrëmujshme, të dëshpërueshme dhe zakonisht të dobët. Merr vendime të nxituara, kënaqesh me më pak. Projekton anktin tënd te të tjerët dhe krijon më shumë konflikt. Kur vepron nga ndjenja e zgjidhjes, ti vepron me qartësi, besim dhe në kohën e duhur. E thu gjën e duhur sepse nuk je i drejtuar nga nevoja për një rezultat specifik. Bën lëvizjen e duhur sepse ke besim te vetja.
Lufta që humbesh duke luftuar është një luftë civile e brendshme. Është një luftë midis vetes që je dhe vetes që dëshiron të jetë. Dhe si çdo luftë civile, është brutale, sepse po lufton me veten tënde. E vetja mënyrë për t'i dhënë fund një lufte civile është integrimi. Është të mos ta shohësh veten e dëshiruar si një armik në një fushbetejë dhe të fillosh ta shohësh atë si komandantin që jep urdhra nga brenda. Duhet të ndalosh luftën për të arritur atje dhe të fillosh të jetosh prej atje. Sonte, kur të shtrihesh në shtrat dhe të ndjesh dëshirën për të ripërjetuar shqetësimet e ditës, po për të parashikuar sfidat e të nesërmes, kape veten. Baje mend që po hyn në zonën e luftës. Në vend të kësaj, vendose dorën mbi gjoks. Merr 3 frymarrje të thella dhe pyesni veten. Nëse jeta ime do të ishte tashmë e zgjidhur, nëse çdo gjë do të ishte tashmë në rregull, çfarë do të ndjeja tani? Lëre atë ndjen të pushtoj. Mund të jetë lehtësim, mirënjohje, një kënaqësi e qetë, paqësore. Qëndro aty për 60 sekonda. Në atë minut, ti ke ndaluar luftën. I ke ulur armët. Ke lëvizur nga balta drejt bregut. Ai minut nuk është humbje kohe. Është minuti më produktiv i ditës tënde. Është minuti ku ndalon programimin e katastrofës dhe fillon programimin e zgjidhjes. Ke qenë në luftë për aq shumë kohë sa ke harruar se si ndihet heshtja. Ke luftuar me fantazma. U përleshe me të nesërmen dhe rodhe gjak nga plagë që ekzistojnë vetëm në mendjen tënde. Lodhja që ndjen tani nuk është shenjë se je i dobët. Është shenjë se ke luftuar një luftë të pafitueshme. Sepse të fitosh, do të nënkuptonte ti ulesh armët dhe ti nuk dije se si ta bëje këtë. Kujto herën e fundit që ishe shtrirë në shtrat, duke parë tavanin, ndërsa mendja juaj shqyrtonte çdo rezultat të mundshëm të një situate që nuk mund të kontrollonit. Kujto shtrëngimin e gjoks, frymarrjen e cekët, mënyrën se si trupi yt ndihej i rënd dhe elektrik në të njëjtën kohë. Në atë moment, ti nuk po pushoje, po luftoje. Ishe në betejë që ekzistonte tërësisht në imagjinatën tënde. Dhe armiku me të cilin po luftoje ishte pjesa jote që beson se nëse nuk shqetësohesh, nuk tregon kujdes. Qëndro me këtë mendim për një moment. Ndjeje peshën e trupit tënd mbi çfarëdo që je ulur apo shtrirë. Ndjeje ajrin që hyn dhe del nga mushkërit tuaja. Vire se në këtë moment, pavarësisht gjithçka që mendja jote të ka thënë, ti je mirë. Je gjallë. Je ende këtu. Katastrofa që mendja jote ka imagjinuar nuk ka ndodhur.
Bisedat prej të cilave ke pasur frikë nuk po ndodhin tani. E ardhmja që ke provuar ta kontrollosh nuk ekziston. E vetmja gjë që ekziston është kjo frimarrje. Dhe në këtë frimarrje ti ke një zgjedhje. Dhe zakonet mund të thyhen. Jo përmes forcës, jo përmes luftës së mëtejshme, por përmes rikthimit të butë dhe këmbëngulës të momentit aktual. Përmes aktit radikal të ndjesisë së lehtësimit tani. Përmes rebelimit të qetë të menduarit nga zgjidhja e problemit në vend të luftës brenda problemit. Ashtu ndihet kur mendon nga zgjidhja. Është momenti kur ndalon së luftuari dhe fillon të shohësh. Është momenti kur kupton se lehtësimi që ke kërkuar në të ardhmen është i disponueshëm tani, në këtë moment. Paqja që ke ndjekur nuk është te vija e mbërritjes. Është në vendimin për të ndaluar vrapimin. Ti nuk je mendimet tuaja. Ti je vetëdijshmëria mbrapa tyre. Dhe ajo vetëdijshmëri ka fuqinë të zgjedhë se ku jeton. Mund të jetosh në ankthin e çka nëse, ose mund të jetosh në dinjitetin e qetë të asaj që është dhe asaj që po bëhet. Zgjedhja nuk bëhet vetëm një herë. Ajo bëhet moment pas momenti, frimarrje pas frimarrjeje. Bëhet çdo herë që kap veten duke u zhytur në spirale dhe butësisht pa gjykim e sjell veten mbrapa. Bëhet çdo herë që ndjen ankthen e vjetër e të njohur të rritet dhe i përshpërit vetes. Jo tani. Tani jam i sigurt. Tani zgjedh paqen. Dhe ja se çfarë ndodh kur fillon ta bësh këtë punë. Do të vresh ndryshime të vogla në fillim. Një moment qetësie të papritur në mes të një dite stresuese. Një bisedë që shkon më mirë se sa keni parashikuar, sepse nuk po imagjinoni mentalisht përgjigjen e tyre negative. Një ide që vjen papritur si nga hiçi, duke ofruar një zgjidhje që nuk mund ta qasnit përmes forcës. Këto nuk janë rastësi. Këto janë rezultatet natyrale të një mendjeje që ka ndaluar së luftuari dhe ka filluar të pranon bekimet. Nëse diçka brenda teje u zbut qoftë pak, apo u shtrëngua nga njohja, kjo nuk është rastësi. Kjo është vetja jote më e thellë që po dëgjon. Kjo është pjesa jote që e di dhe ka ditur gjithmonë se ka një mënyrë tjetër për të jetuar. Kjo është përshpëritja e shpirtit tënd, që ta kujton se nuk e lindur për të qenë në luftë me veten. Kështu që uli armët, pusho, lëroni tensionin në shpatullat tuaja të zbutet. Lëre frimarrjen të thellohet. Lëre luftën të marrë fund. Jo sepse betejë u fitua, por sepse ke zgjedhur të largohesh nga fush betejë. Ke zgjedhur paqen. Ke zgjedhur veten. Dhe mbaj mend, në momentet e qeta kur mendimet e vjetra përpiqen të zvarriten sërish të ti, nuk je vonë. Nuk je i thyrë. Je saktësisht aty ku duhesh të jesh për të filluar sërish. Këtu, tani, në këtë frimarrje,
në këtë moment.